6 nëntor. Duajeni njëri tjetrin me gëzim. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë, dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përullësisht me Perëndin tënd. Mikea 6:8. Askush nuk është ndier i padashur, sepse ju tha që arritja e gëzimit të tij do ta bëj dikë tjetër të lumtur. Kur nuk jam akuzuar për egoizëm, kur e kam justifikuar një mirësi mbi faktin që ajo më jep kënaqësi. Përkundrazi, veprimet e bëra me dashuri janë të vërteta në atë masë që të mos bëhen duke u ankuar. Dhe alternativa e mirë e bërjes së diçkaje duke u ankuar nuk është ta bësh me indiferentizëm apo se e ke për detyrë, por ta bësh me gëzim. Zemra e vërtetë e dashurisë e do mëshirën. Mikea 6:8. Jo thjesht tregon mëshirë. Hedonizmi i krishterë na shtrëngon që ta marrim parasysh këtë të vërtetë. Në këtë njohim që i duam bijtë e Perëndis, kur duam Perëndin dhe mbajmë urdhërimet e tij. Sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të mbajmë urdhërimet e tij, dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda, sepse gjithçka që ka lindur prej Perëndis e mund botën. E pare Gjonit 5:2-4. Lexoj këto fjali në rendin e kundërt dhe shikologjikën. Së pari, të kesh lindur nga Perëndia të jep një fuqi që e mund botën. Kjo jepet si baza apo themeli, vëre fjalën sepse, për deklaratën që thotë se urdhërimet e Perëndis nuk janë të rënda. Pra, të qenë të lindur nga Perëndia, të jep një fuqi që e mposht antipatinë e botës ndaj vullnetit të Perëndis. Tani urdhërimet e tij nuk janë të rënda, por ato janë dëshira dhe kënaqësia e zemrës sonë. Kjo është dashuria e Perëndis. Jo vetëm që t'i zbatojmë urdhërimet e tij, por edhe fakti që ato nuk janë të rënda. Pastaj, në vargun 2, prova e vërtetësisë së dashurisë sonë për bijtë e Perëndis, thuhet se është dashuria për Perëndin. Çfarë na mëson kjo për dashurinë tonë ndaj bijve të Perëndis? Përderisa dashuria për Perëndin është ta bëjmë me gëzim vullnetin e tij, dhe jo sikur të jetë barë, dhe përderisa dashuria për Perëndin është standardi i vërtetësisë së dashurisë sonë ndaj bijve të Perëndis, atëherë dhe dashuria jonë për bijtë e tij duhet të ushtrohet me gëzim dhe jo me ankesa. Hedonizmi i krishterë qëndron hapur në shërbim të dashurisë, duke qenë se na nxit drejt bindjes së gëzueshme dhe jo thjesht drejt bindjes me ankesa.